vaksinca dhe bijtë e saj në luftrat e perandorisë osmane. Në fund të sundimit osman, shumë burra u mobilizuan në ushtrinë osmane. Ata u dërguan larg atë dheut për të luftuar në lindjen e mesme dhe në Kaukaz. Luftuan në Batun të Gjergjisë, në Baku të Azerbajxhanit dhe në Yemen. Shumë u plagosën, shumë humbën jetën dhe një pjesë nuk u kthyen më kurrë në vaksincë. Luftëtarët e njohur të këtyre luftrave ishin Saqib Bilal Ramadani, Ramadan Sulejman Ibrahimi, Salih Sulejman Ibrahimi, Veli Fetah Miftari, Raqib Jaferi, Halid Jaferi dhe Jemir Memish Selmani. Jemir Memish Selmani u plagosë rënd në Yemen, humbi një rënkëmb, u kthye në vaksinë dhe jetoi deri në vitin 1960. Turqia e dha një shtëpi si invalid lufte, por ai zgjedhi të jetojë në vendlindje. Raqipi dhe Haliti mbetën në Turqi. Nuk kishin mundësi të kthehen në vaksincë. Raqipi krijoi familje në Stamboll dhe la 2 vajza. Tu dy shërbyen rreth 3 vjet të gjysmë në ushtrinë osmane. Salih Sulejman Ibrahimi ra dëshmor në Yemen, kurse vëllai Ramadani luftoi në Baku të Azerbajxhanit. U kthye në vendlindje dhe jetoi deri në vitin 1990 në vaksincë. Mijëra shqiptar luftuan larg atë dheut në flamurin osman. Historia e burrave të vaksincës është një kujtesë e sakrificave të panjohura, të cilat ende presin të ndriçohen nga dokumentet historike.